Ljubljanën e kancelloi në mënyrë kështu kategorike, domethënë Ljubljana nuk ka pëlqyer, Zagrebin e kancelloi, nuk këto vendet e ish Jugosllavisë nuk më kanë pëlqyer. As Shkupi nuk kam qenë Beograd, nuk më kanë pëlqyer fare. Bosnia, Beograd. Sarajevo kam qenë, Sarajeva vend që i tërishë, i stadiumi i shpifur atje në Zenit, të mërshëm. Edhe Zagreb si ka panon ka atë Maksimir stadiumi. Kush nga këto vende që keni qenë ka stadiumin më mbreslënë? Po në ato kohë që kam qenë unë, Budapest nuk ka pas stadiumin e ri. Budapesti ka pas për mua stadiumin më mitik. Stadiumi vjetër, mbante 100.000 veta, 80.000 ishin atë vite kur luajtëm me ne në 2008, Ari Han ka qenë. Ka thënë, na kanë mund 2-0. Ata ishin nuk pushonin. Okej, bulgarizët kanë qenë shumë në futboll, kanë qenë 54, kanë dalë kampion bote, kanë pas brezatar. Stadiumi më i veçantë që unë kam pa, një ndihmë ka qenë në Braga, Portugalisë. Ai me shkëmbin. Kur e shihim stadiumin nga televizori, ne mendonim se ishte vetëm me 2 tribuna. Edhe ishte me shkëmbinjve dhe mendonim se kishin lek me bë këto tribuna dancore. Ishte gjithë arkitektura, ti shkoje majt malit, edhe zbritshte me ascensor poshtë dhe ishte i gjithë mes shkëmbinjve. Edhe kur gjuheshte topi, te shkëmbi dhe ktheheshte prap brapa. Domethënë s'kishte si ma pas 2 shkëmbinje dhe 2 tribuna. Kemi dalë 0-0 aty ne. Ka dalë në 10 veta po. Kemi luajtur në 10 veta. Stadiumet e Francës ishin shumë të bukura të europianit sepse një pjesë ishin të rikonstruktuara, një pjesë ishin të rinj. Ishin modern, pra, po flasim për stadiume modern. Domethënë ne duke qenë se kishim detyrën për të shkuar në flash zone, që ato intervistat që bën me njësa për përfundon ndeshjen, që minutë 75, domethënë 15 minuta ajo kërkonte që të ishte gati. Aq lart ishte me ascensor, zbrit me ascensor dhe sa të arrije poshtë. Që ishin të rinj.